Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani 2 vezë në ditë për një javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trurit, zemrës dhe syve. Sipas studimeve të shumta, mëngjesi më i mirë duhet të përfshijë një vezë në çdo formë, edhe nëse është e zjerë ose omlet. Në këtë video, sipas Elsaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi 2 vezëve të zjera çdo ditë. Do të ulni rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Kolesteroli i lartë është shumë i dëmshëm pasi jep një mundësi më të lartë për ndonjë problem kardiovaskular ose sulm në zemër. Vezët mund të rrisin nivelin e kolesterolit. Vezët gjithashtu përmbajnë një sasi të lartë të acideve yndyrore omega-3, të cilat zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në gjak. Ju keni mungesë të acidit alfa dhe keni një rrezik më të vogël për ndonjë efekt në lindje nëse konsumoni vezë të zjera. Një vezë është plot me vitaminën B9. Kjo vitaminë quhet gjithashtu acid folik. Nëse keni mungesë të acidit folik gjatë gjithë shtatzanisë, ju mund të dëmtoni sistemin tuaj nervor qendror te fëmia i sapo lindur, por edhe te truri juaj. Ngrënia e vezëve do të furnizojë sasinë e nevojshme të acidit folik për ju. Procesi i plakjes do të ngadalësohet me konsumin e vezëve. Sipas një studimi të Cartier, e cila është një qendër mjekësore e vendosur në Berlin, konsumi i disa vezëve me rrezet të lirë mund t'ju ndihmojë kundër problemeve të lëkurës dhe të zvogëlojë procesin e plakjes. Hulumtuesit profesor Jürgen Lendman dhe doktor Caroline Hestberg arritën në përvojën se vezët nga pulat me rreze të lirë ishin plot me nivele të rritura të pigmenteve të verdha organike, të cilat janë të bollshme në karotenoide që janë antioksidantë. Këto janë veçanërisht të dobishëm për procesin e plakjes nga dalësimit të saj. Trupi ynë nuk mund të prodhojë karotenoide në vetvete, kështu që një burim i mirë për të qenë është t'i merrni ato përmes ushqimit. Rreziku ndaj radikaleve të lira do të zvogëlohet. Sipas një studimi të kërkimeve të problemeve të gjirit, konsumi i përditshëm i vezëve do të zvogëlojë problemet e gjirit me 18%, sidomos te vajzat adoleshente. Veza është e mirë për mëlçin, flokët dhe gjithashtu lëkurën tuaj. Vitamina B12, proteina dhe biotina janë të gjitha pjesë shumë e rëndësishme e vezëve. Nëse keni nevojë për të gjitha këto për të pasur lëkurë rrezatuese dhe flokë të shëndetshëm, vezët përmbajnë në squfur dhe proteinë të cilat janë shumë të rëndësishme në rastin e flokut të dobët. Vezët janë gjithashtu të bollshme në lektin dhe kjo është veçanërisht e mirë për problemet e zorrve dhe ju ndihmon në procesin e detoksifikimit. Sytë tuaj do të mbeten më të shëndetshëm. Vezët gjithashtu mund t'ju ndihmojnë në të keni një shikim më të mirë. Ato përmbajnë mjaft zeaxanthin, vitaminën A dhe lutein, të cilat janë të jashtëzakonshme dhe të dobishme për sytë dhe shikimin. Ndaj, përdorimi i rregullt i vezëve në dietën tuaj sigurisht do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga format më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur e konsumoni ju në atë formë çdo ditë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Ato janë të pasura dhe me yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin gjithashtu krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e pulave në formën e zjerë do të ofrojnë gjithashtu edhe proteinë cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon të gjitha organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave.
Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët do të ndihmojnë gjithashtu që të keni kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ndaj konsumi i saj në dietën tuaj sigurisht që do të jap rezultate fantastike. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'i japin shëndetit do ta bëjnë atë edhe një zgjedhje të parë. Vezët, përveç se janë të pasur me proteina dhe me pak kalori përpos vlerave ushqyese, janë edhe shumë të lehta për t'u përgatitur. Konsumi i tyre në mëngjes i sjell organizmit tuaj disa përfitime shëndetësore. Vezët reduktojnë lodhjen dhe përmirësojnë produktivitetin fizik dhe atë mendor. Ato na mbajnë të shëndetshëm në çdo moshë, aktiv dhe energjik gjatë gjithë ditës. Përmirësojnë kujtesën dhe ndikojnë në forcimin e shikimit, citon nutricionistja Leticia Carrera. Një e verdhë veze ka protein, kolin, hekur dhe zink. E bardha, sipas nutricionistes Martin Clares, siguron midis 10 dhe 20% të sasive të rekomanduara ditore të vitaminës A, D, E dhe K. Gjithashtu veza ka fosfor, vitaminën B12, ndërsa ndikon në shëndetin e muskujve dhe imunitetin. Pra me fjalë të tjera, veza mund të konsumohet e plot dhe super e shëndetshme. Vezët kanë gjithashtu biotin dhe suplement që nxit prodhimin e proteinave në rritjen e flokut dhe mbron skalpin nga thatësia dhe irritimi. Për sa i përket mënyrës se si duhet të hani vezë në mëngjes, nuk rekomandohen ato që konsumohen të skuqura, por të zjerat janë më të mira pasi vetëm kështu do të merrni edhe yndyrnat cilësore të tyre. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Vezët e zjera janë të pasura me element të mirë ushqyes dhe këshillohet që t'i konsumoni ato vazhdimisht në të mirë të shëndetit tuaj. Të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura me vlera ushqyese, vezët e zjera janë një nga ushqimet më të mira që mund të përfshihen gjithashtu edhe në regjimin tuaj të përditshëm. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e 1 ose 2 vezëve të zjera në ditë mund të sjellë disa efekte pozitive për trupin, ashtu edhe për trurin. Ato përmirësojnë funksionet e trurit. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç për kujtesën, për qëndrimin dhe shëndetjen e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënies së aftësive njose me kalimin e moshës. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në forcimin e muskujve. Proteinat cilësore që gjenden te veza kontribuojnë në rindërtimin dhe forcimin e masës muskulare, veçanërisht ata që ushtrojnë dhe janë në fazë rikuperimi edhe pas dëmtimeve. Vezët janë të mira gjithashtu në mbrojtjen e shëndetit të syve. Vezët do të përmbajnë lutein dhe zeakanthin, dy antioksidantë të fuqishëm që mbrojnë syt nga efektet e plakjes nga drita e dëmshme blu, duke ndihmuar në parandalimin e problemeve të degenerimit makular. Ato balancojnë gjithashtu nivelin e kolesterolit. Megjithse, duket sikur vezët shihen si një problem për kolesterolin që përmbajnë, studimet të reja tregojnë se konsumi i moderuar i tyre mund të rrisë kolesterolin e mirë edhe të përmirësojë raportin me kolesterolin e keq. Vezët ndihmojnë në kontrollin e oreksit dhe të peshës fal proteinave cilësore të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë, dhe kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni atë që shtoni në menun tuaj ushqyese, e cila do të ndikojë gjithashtu edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.